Presidenti i Republikës Bujar Nishani apelon kundër fenomenit të blerjes së votës. Nëpërmjet një mesazhi për zgjedhjet lokale të 21 qershorit, kreu i shtetit duke bërë thirrje qytetarëve të mos e shesin votën e të mos lejojnë që 21 qershorit të shndërrohet në një ditë pazari për vota. Mos e shisni votën. Vota nuk ka çmim. Shitja e votës është turpi dhe tmerri më i papërfytyrueshëm që na njollos të gjithëve njësoj. Kandidati që ju a blen votën nuk ju respekton, vetëm ju gënjen, vetëm ju përbus, vetëm ju urren. Denoncojini përpjekjet për blerjen e votës. Mos u bëni viktima të kësaj dukurie katastrofike, të këtij gabimi fatal, pasojat shkatërrimtare të cilit vuhen gjatë. Kreu i shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e votimit për të vendosur kështu të ardhmen e tyre. Nëse lirinë e votës e përdorni si duhet, mund të jetoni të qetë në intervalin mes dy votimeve. Nëse e përdorni keq, shpërdorimin e asaj lirie do ta vuani me pasoja, madje edhe dramatike. Respektojeni dhe votojeni kandidatin që t'ju respektoj ju dhe veten e tij, që brengoset, që sakrifikon, pse jo, edhe vuan më tepër për ju se për veten. Ky është mesazhi i parë që kreu i shtetit jep për zgjedhjet lokale, vetëm 4 ditë pas fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore, kur opozita ka artikuluar disa herë akuza për blerje të votave.